Drejtoresha e përgjithshme e Institutit të Shëndetit Publik Eugena Tomini gjatë një interviste të dhënë këtë të shtunë për televizionin 6+1 Vlora foli për planin e masave për përballimin me sukses të sezonit turistik. Masat për shëndetin publik janë që nga dezinsektimi nga mushkonjat e deri tek rritja e kapaciteteve në drejtim të monitorimit dhe vlerësimit të shërbimit sistematik të informacionit midis programeve, survejancave dhe aktiviteteve të ndërmarra në fushën e shëndetit publik, me qëllim që rezultatet e ndërhyrjeve të jenë në përputhje me planet, qëllimet dhe objektiva strategjik të përcaktuara. Tomini thekson se në qendër të vëmendjes do të jetë raportimi për infeksionet diarreike dhe respiratore. Absolutisht si çdo vit, Ministria e Shëndetësisë organizon një sër masash duke përfshirë të gjithë institucionet që merren me elementet shtesë për një turizëm sa më të sigurt. Dhe sigurisht edhe në kuadrin e masave të shëndetit publik, ju mos e dini tashmë, ka filluar procesi i dezinsektimit shumë herët në kohë dhe sipas protokolleve të zbatimit të këtij procesi në gjithë territorin e zonave ligatinore, bregdetit të Shqipërisë për evidentimin sa më shumë të vendeve hotspot dhe për të kryer procesin në kohë. Sigurisht në kuadrin e masave të shëndetit publik është ngritur kapacitetet në drejtim të inspektimeve, në drejtim të survejancave. Ne aktualisht në kuadrin të shëndetit publik kemi alertuar survejancën ose ngritur survejancën si çdo vit në lidhje me raportimin e infeksioneve diarreike, po edhe të infeksioneve respiratore që janë kryesisht gjatë gjithë vitit. Drejtoresha e përgjithshme e Institutit të Shëndetit Publik, Eugena Tomini, jep edhe disa këshilla që nga kujdesi ndaj ushqimit dhe deri tek TSM-ët kronik, i gjithë sistemi shëndetësor sipas saj do të jetë në gatishmëri. Sigurisht që ne theksojmë që siguria ushqimore, zinxhiri i sigurisë ushqimore, kujdesi ndaj ushqimit, kujdesi ndaj ushqimeve të konservuara apo të ruajtura në frigorifer kundrejt temperaturave të larta. Sigurisht për TSM-ët kronik, ne sigurisht kemi ngritur mesazhet promovuese në drejtim të promovimit të shëndetshëm për një jetë dhe stil të shëndetshëm duke qëndruar në orët e pikut të vapës të qëndrojmë në shtëpi dhe më pas të dalim në orët e freskëta. Sigurisht që muaji maj ka përjetuar temperatura të luhatura, por presim sigurisht një sezon qershor korrigusht, një sezon turistik të zhvilluar. Në këtë kuadër ne theksojmë që të gjithë survejancat e shëndetit publik, theksojmë të gjitha masat në të gjithë institucionet të cilat ne bashkëpunojmë nga operatori i shërbimit kujdesit shëndetësor, qendrat shëndetësore për çdo emergjencë të mundshme, i gjithë sistemi është në gatishmëri. Tomini thekson edhe dy prioritetet madhore të Institutit të Shëndetit Publik, ndërsa thekson se gripi e ka humbur efektin e shfaqjes gjatë dimrit, por Covid është aktiv në të gjithë botën, ndaj sipas saj monitorimi do të jetë nga të gjitha qendrat shëndetësore. Sigurisht, dy prioritetet më madhore janë intoksikimet alimentare dhe infeksionet respiratore. Duhet të theksojmë që infeksionet respiratore, kryesisht gripi e ka humbur atë efektin e tij të shfaqjes së rasteve në pikun e dimrit. Po ndërkohë, aktualisht Covidi qarkullon në të gjithë botën, dhe ndërkohë survejanca qoftë e gripit dhe e Covidit është aktive gjatë gjithë vitit. Dhe në këtë kuadër ne monitorojmë të gjithë infeksionet respiratore të sipërme dhe të poshtme ndërmjet strukturave të qendrave shëndetësore në nivel kombëtar. Nga ana tjetër, sigurisht në kuadër të intoksikimeve alimentare apo çrregullimeve gastrointestinale apo shfaqjeve diarreike, sistemi alerti survejancës epidemiologjike monitoron çdo rast të mundshëm, i cili mund të bëhet nesër një klaster apo një shpërthim epidemik. Pra gjithë strukturat janë alert për monitoruar situatën.